Amer, unë e thash edhe me herët, po e them prap, ne edukimin, bazën e edukimit e kemi dhunën, e refuzimin e tjetrit, përçmimin e tjetrit, mos dashjen e tjetrit, mos pranumin e tjetrit ashtu siç është, mos ta respektojmë si njeri, pavarësisht që na rrejmë publikisht se kemi vlera tjera, na rrejmë publikisht se jemi solidar, të këndashur me zveti, të respektuar me zveti, jemi të ndjeshëm për njeri tjetrin, po këto janë rrëna. Thjesht janë rëna të vërteta të cilat i shohin në secilin rast. Unë thash edhe një herë, kjo ka ardhur si pasojë e një keq edukimi që neve na ka kriju vetëm në objekte, vetëm që ta sulmojmë, ta shohim, ta fyjmë, dhe të mos ta dojmë njëri tjetrin, dhe të mundohemi të përfitojmë sa më shumë për veten tonë. Kjo ishte ajo pasoja e asaj se çka e kemi ushqyer në ndër vite. Mesazhi jam për krejt është këto vlera që i shesim publik, hajde të mundohemi të përbrendësojmë pak. Hajde të mundohemi të bëjmë të vërteta, bre. Se po themi që e dojmë njëri tjetrin, hajde ta ushtrojmë edhe ta mësojmë dashurinë për njëri tjetrin. Nëse po themi që ne kemi respekt për njëri tjetrin, hajde të mundohemi ta respektojmë realisht njëri tjetrin. Ta kemi për të vërtetë këtë punë. Mos ta kemi vetëm për rrjetet sociale dhe ta shfaqim kudo në publik. Ndeshmëria sinqerisht është gjë e mësuar, dashuria është gjë e mësuar dhe mund ta mësojmë prej nga fëmijë e derisa të rritemi. Respekti për tjetrin është gjë e mësuar. Që të nxjerrim vlerat njerëzore, vlerat më të mira që mund t'i ketë një njeri, një shoqëri. Mos vazhdojmë vetëm të mundohemi të bëhemi konsumues, vetëm të bëhemi përfitues i sicilës ngjarje që del. Prandaj po them që hajdeni të mundohemi që nga edukimi të flasim vetës, të kthehemi të vërtetës, të pranojmë gabimet të cilat i kemi, të pranojmë tmetat të cilat i kemi, të ndryshojmë bazën e edukimit, bazën e kulturës së dhunshme që e kemi, që na ka pru deri në këto ditë. Unë po të them që kjo ka qenë vetëm një shpërfaqe, po benduni që në shumicën e varrimeve, benduni që në shumicën e ngjarjeve familjare ndodh po kjo gjë. Ka njerëz të cilët nuk kanë shkuar se ndjejnë vërtet, por se duhet të jenë aty dhe duhet të shfaqen dhe të përfitojnë diçka. Zana, faleminderit për kontributin. Shpresoj shumë që në mesin e shikuesve sot kanë qenë edhe ndonjëri prej atyre që kanë xhiruar me telefona në atë moment dhe ta kuptojnë këtë që thatë ju, po edhe Flavio më herët. Faleminderit shumë. Uroj që gjithë shoqënia të mësojnë nga gabimet e saj dhe të kthehemi sinqerisht vetvetes. Amer, unë dua që këtu publikisht edhe një herë të shpreh muslimë familjes Kelmendi për humbjen e tyre të madhe, sinqerisht e kemi bashkëndje bashkë me ata njerëz dhe mua më vjen keq që në rrugët e Kosovës ka përgjatje të tilla nga aksidentet, sepse vetëm pas asaj aksidenti unë lexova edhe për 3-4 të tjerë, të cilët janë me lindime të rënda dhe fatmirësisht ende nuk pat ndonjë me fatalitet. Edhe një gjë mirë dua ta potencoj shumë shkurt se di që është koha televizive, por dua të them që nëse merr në rrugët e Prishtinës, në rrugët e Laçeve, po e zë unë rrugën të cilën e bëjmë prej Dragodani deri te Lakrish, e bëj pothuajse shpesh i sheh 4 patrulla të policisë. Por ti nuk i sheh ato patrulla të policisë. Tash po e marr shembull një rrugë tjetër që fillon nga Hanidili, siç njihet në Prishtinë, e deri në fshatrat Keçekoll, Prapashtic, Koleç, që është një rrugë e cila aq shpejt voziten, aq shpejt shpesh mund të ndodhin aksidente, saqë sepse në këtë rrugë ndodhin aksidente fatale. Nuk ndodhin ato në për rrugicat e ngushta të lagjeve, të cilët policia ka ndalë të dënojnë nëse dikush është parku në një vend jo parkimi, ose nëse ka kalu pa një shvisi, ose po e përdor një shërit, ose po e përdor një shërit. Mendoj që këto patrullat policisë duhet patjetër të jenë edhe në këto rrugë të hapura, ku vozitet shpejt në mënyrë që ti parandalojnë pak a shumë këto aksidente të cilat po ndodhin, mirë po njëkohësisht shkon edhe për gjitha familjet. Sepse fatkeqësisht Amer, po e shohim që shumica e aksidenteve fatale janë djemë të ri. Mos i mësoni djemt e ri, fëmijët që me njëherë të hypen në vetur, të voziten, sepse ti mund të bësh gjithçka. Është detaj shumë i duhur Zana dhe ne vërtet çdo ditë këtu diskutojmë edhe bëjmë thirrje, këtë që bëre edhe ti dhe i bashkohemi kësaj thirrje dhe fatkeqësisht numri më i madh janë të rinj. Janë djemë të ri, po e cepo Amer janë djemë të ri, shumë rrallë janë vajza. Shumë rrallë janë vajza. Mos i mësoni se ju mund të bëni gjithçka dhe ju duhet të jeni patjetër në rrugë, të bëni vozitje të shpejta sepse kështu jeni më të mirë në shoqëri. Jo, nuk jeni.
po e rrezikoni jetën, po e rrezikoni shëndetin, po e rrezikoni gjithçka në këto rrugë. Prandaj ju lutem, keni kujdes se çka i mësoni fëmijët, kujdesuni më shumë. Unë po flas për raste tjera edhe të mëhershme tash. Nuk po flas vetëm për rastin specifik. E qartë.